Përshëndetje të gjithëve. Nga kushina ime sot do përgatisim një pul në tavë me makarona kungull vjeshte. Është një recetë e shpejtë, e shijshme dhe plot ngjyra. Filloj me përgatitjen. Kam vënë në fillim pulën të ziej vetëm për 10 minuta sa të përftojmë atë lëngun e pulës. Pula tashmë është gati. Në një tigan të thellë vendosëm pak vaj ulliri, mishin e pulës, vazhdojmë të shtojmë të gjitha erëzat e pulës, duke filluar me kripën, piper të zi, spec të kuq të ëmbël dhe erëzat e pulës. Për më shumë shije unë do t'i shtoj dhe pak gjallë. Do t'i bëjmë një skuqe të mirë pulës. Unë punoj me kapak që pula të zbutet. E skuqim edhe nga ana tjetër duke i shtuar sërish erëzat edhe nga ana tjetër. Një qep, nuk është e madhe kjo qep e vogël, e grim në pjesë shumë të vogla. Dhe kemi gati. Në tigan do largoj mishin e pulës dhe tek po e njëjta i ndyrnë do fillojmë të shtojmë perimet. Shtojmë qepën e prerë imët. Do t'i japim një skuqe të mirë edhe qepës derisa qepa të karamelizohet. Këtu kam kungull vjeshte, kungull i verdh. Do marrim një pjesë të kungullit, nuk është se e peshova, por diku te 200-300 gram kungull është. E pastrojmë nga lëkura, e grim në rende. Edhe ata që nuk e konsumojnë kungullin, në këtë recetë nuk do ta ndjejnë fare. Përveç se shihet së mirë, kungulli jep edhe ngjyrë shumë të bukur. Qepa e karamelizuar, shtojmë kungullin. Do ta skuqim fort edhe kungullin të bjej nga vëllimi. Unë punoj në temperaturë të ulët dhe me kapak. Si e shikoni, kungulli është tretur fare. Shtojmë 500 gram makarona. Unë kam zgjedhur nga këto makaronat në formën e elvit. I bëjmë një kaurdisje edhe makaronave. Vendosim mishin e pulës sipër. Pasi ky tigan përdoret fare mirë edhe tavë. Ndaj unë nuk po e lëviz nga tigani. E sistemojmë bukur pulën. Dhe më pas do ta mbulojmë me lëngun e mishit, diku tek 1 litër lëng mishi është. Ka pak krip lëngu i mishit, megjithatë unë do t'i shtoj edhe pak krip këtu në tavë. I ulim të gjitha këto makaronat që janë ngritur sipër. Pak krip. I bëj pak përzierje që kripa të vej gjithandej. Do ta vendosim në furrë vetëm 20 minuta në 220 gradë. Dhe tava e sapo pjekur. Kjo është tava jonë me pulë dhe kungull. Është e butë, kremoze dhe e mbushur me plot shije. Mos harroni të më ndiqni për më shumë receta të thjeshta dhe të shijshme.
Ju falenderoj me dashuri nga kuzhina ime.